Rruga në Bleran Bardhaj prej më shumë se 20 vitesh ndodhet në gjendje të rënduar, duke u kthyer në një shqetësim të madh për banorët, sidomos në ditët me shi. Rruga mbulot nga uji duke e bërë të vështirë lëvizjen për banorët. Ata theksojnë se për shkak të gropave të mbuluara nga uji, fëmijët e kanë të vështirë lëvizjen për të shkuar në shkollë. Kjo rrugë o skandale na pramtojnë për voda, sa vin vodat e shtrojme, sa s'punojnë ndo. Tu janë edhe kalojnë fëmija shkollë, se kalojnë njerëzit e këna probleme, disa herë në kona për këtë punë edhe kur njerëz mërë mas. Po shumë e shtirë, se ju peshin një vetë. Kjo të është 20 vjetë si këna rona, po shtrues o kur. Kjo rrugë ka mbet për pak punë pa u mbarue, lek që kemë dhënë ka 50.000 lek për shtëpi vjetra. Për çdo shtëpi me në rruga dhe që të rishtyllat. Ajo ka mbet atje ku keni pa vetë. Kërkojmë që kjo rrugë të asfaltohet deri këtu. Po ne vështirë kemi se mbushet me ujë, s'ka dhe makina për i gropash. Duhet me ushtrua, me asfaltua. E mju për e kanalet. Vinë fëmija prej shkollë, dhe që duhe shiri pusat si janë, si shrezjetën, me konë maskotës rënë që qatë ja morë, jo para dhe shpis. 60 vjetë që këmë rënë vesh, anë kone humë në komplet vesh që kanë marrë dhe ty bëjt me karoca, ty shqit që du desi jam bo përvorë me dekënda. Ata thonë se situata është përkeqësuar nga viti në vit, ndërsa institucionet përgjegjëse ende nuk kanë marrë asnjë mas për rikonstruksionin e rrugës, pavarësisht premtimeve gjatë fushatave elektorale. Shteti që du s'po investon, as s'po interesohet fare për ne. Na votuam për kryetarin e bashkisë s'peshohim hiç. Ja pa mën votat, kesh po na për të rije, po na gjallëro pak, po na fut në Evropë, po jo me lafe boshe në Evropë, po me punë. Se në Evropë nuk o kollaj me hi. Kjo në pramtojnë e pramtimet të po vërteta do t'i shumë, se s'po i thonë ata mund gajtosh për të ashtu. Qa kana mo thonë, i sholla po zoti mirë kur vinë për voda, thonë ja ushtrojmë na, me shtroj se shtro kur kush. Vodat ja vapi, mo mirë mas me vodohish për si njën ka ne bojnë. Edhe nuk vinë kush, me në vjetë ne gjonë, se për këtë rrugë nuk vinë. Edhe në arshën vinë, bojnë i punim plete, i ku në shkollën e lanon mos i sa. Pavarësisht vështirësive të shumta që banorët hasin gjatë lëvizjes, deri më tani nuk është marrë asnjë mas nga institucionet përgjegjëse për rikonstruksionin e kësaj rruge në fshatin Bleran Bardhaj.